Spaku deri më sot po e akuzon Belinda Balluku për dy çështje. Çështja kryesore është ajo e tunelit Llogarasi, ne kemi trajtuar edhe më herët, se si është një vjedhje dyfishte para ndërtimit ku tunelit e dyta kostot e fryra tunelit. Çështja e dytë është loti i katërt i Unazës së Madhe të Tiranës. Unë besoj që nëse hetimi për Belinda Ballukun bëhet i gjithanshëm, do futen aty gjitha koncesionet e rrugëve, më kujtohet kjo Thuman Kashar që është autostrada më e shtrenjtë nga më të shtrenjtat në Evropë dhe që përfituesi këtij koncesioni është oligarku Bashkim Ulaj. Pra ka shumë gjurmë të Ballukut. Dhe sigurisht Spaku po heton deri në një far pike, po unë vërtet po pres ditën kur drejt për drejt në hetime dhe në akuza do të përfshihen edhe oligarkët. Doli para ca javësh në media një lajm sipas cilit ky oligarku Dulaku mos gaboj ishte në hetim për çështjen e portit Limionit, mos gaboj, portit Limionit, po. Mirë, po ende nuk kemi një akuzë për oligarkët. Dhe ndoshta ky është hapi i radhës që shoqëria pret nga Spaku. Që Spaku të bëj detyrën e vet dhe pse jo të arrin fund fare tek Edi Rama, se Edi Rama patjetër duhet të ketë gjurmë aty.